Procesi i rinumërimit të kutive të votimit për qarkun e Tiranës vijon me ritëm të pandërprer në mbikëqyrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Deri më tani është përditësuar rezultati për 85 qendra votimi nga ky qark. Nga rinumërimi ka dalë në pa se Partia Socialiste ishte numëruar 42 vota më shumë në rezultatin paraprak të 11 majit, ndërsa Partisë Demokratike 19 vota më shumë. Të dyja këto subjekte i kanë humbur këto vota pas verifikimeve. Ndërkohë, ndryshime ka pasur dhe për partitë e vogla. Partisë Mundësia janë shtuar 3 vota, Koalicionit Euro-Atlantik 5 vota, ndërsa Lëvizjes Bashk janë hequr 2 vota. Rinumërimi ka prekur dhe votat preferenciale të kandidatëve. Tek socialistët, Fatmir Xhafajt janë hequr 32 vota, Sofika Dheshit 23 vota dhe Kejsi Elezit 22 vota. Në të kundërt, Ermonela Felaj ka përfituar 5 vota më shumë. Për Partinë Demokratike, Jorida Tabakut janë shtuar 11 vota, ndërsa Aslan Dojxhanit 10 vota. Humbje më të theksuara në votat preferenciale kanë pësuar Petrit Gjorgji me 15 vota më pak dhe Edith Argji me 14 vota të hequra. KQZ pritet të vazhdojë përditësimin e rezultateve për gjatë ditëve në vijim, ndërsa rinumërimi plot pritet të ndihmojë në saktësimin përfundimtar të rezultatit zgjedhor për qarkun Tiranë.